gjithve, a keni emër për president? A ka ndonjë figurë në cilin shembull subjektet politike veç e veç do ta paraqesin ose do ta ofronin në këtë situatë? 1 minutë për zonën Kryezio. Kushtrim, unë e thash që ai emër duhet të jetë konsensual, e jo person i cili me çdo ngulm synon me mri postin e presidentin në çfarë do forme, në çfarë do mënyre, veç që sheh veten aty dhe patjetër duhet me qenë aty. Na mendojmë që presidenti i Republikës Kosovës duhet me qenë një emër konsensual, i cili arrihet si konsensus në mes të subjekteve politike, cilat ditën kur do të votojnë do ta mbështesin. Për shembull zonja Rushiti, a mund të jetë përsëri? Po nuk e di a mund të jetë përsëri, por ju e keni parë që për zonjën Rushiti që dikur disa deputetet partive opozitare vraponin të bënin foto me të, e ta lëvdonin për punën e mirë që e bën, nuk e votuan dhe nuk i ofruan as minimumin e mbështetjes kur ajo erdhi si kandidate për president, dhe unë mendoj që ka qenë e duhura në momentin e duhur për të nxjerrë vendin prej krizës, sepse ajo ka thënë nuk kam unë ambicje të futem politik, thjesht e kam marrë këtë vendim sepse mendoj që mund të kontriboj në zgjidhjen e krizës. Dhe nëse më lejohet 1 minutë, shtesë, do të kisha pas dëshirë vetëm një replik sa i përket çështjes së kapjes së institucioneve. Me kë e keni replikën? Po e përfshi, ndoshta me të tre dhe atëherë nuk do të kompenzohet për gjithë. Urdhro. Shiko, akuzohet lëvizja vetëvendosje që ka synu me i kap të 3 institucionet. Postin e kryetarit të kuvendit ja kemi ofru edhe LDK-s edhe PD-k-s. Se harrova me përmend. Edhe kjo është një ofertë tjetër cilën ju 2 parti, veç dëgja zotri Bislimit lutem, e kanë refuzu. Edhe unë ju kisha thonë mos e pritni edhe me shumë entuziazëm 7 qershorin, sepse s'ka me qenë entuziast për juve që definitivisht keni me ra në 22, në 15 edhe në 6 deputet me përfaqësim në kuvend. Po unë flas çka du, jo çka don ti me fola, po kupton. Kur ti merr fjalën kohën tënde, ti flas çka do. Unë flas çka du, ti nuk më tregu më çka flas.